dhe u thuhet atyre shijajeni dënimin. Shijajeni dënimin gjehnamin bima kuntum takfurun, për shkak se rezultat i kufrit të juaj, e mohimit të juaj, ju e mohani të ringjallje. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar, alaysa hadha bil haqq. Tani përshkruan gjendjen atyre besimtarëve, të cilët me gjithë zbritjen e Koranit, me kaset aty, po dhe të tjerë më herët e më vonë, që erdhën argumentet shumëta. Kur të paraqiten ata para zjarrit të xhehenamit, vdesin si qofar, jo besimtar, dhe drejtën xhehenam. E Allahu pa thot: "Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar", ditën kur do të shfaqen, paraqiten pa besimtarët para zjarrit. Ballë për ballë me zjarr dhe zhaka zemrana në zjarr. U thuhet atyne: "Alaysa hadha bil haqq", që kjo tash që kë zjarri në gjuhën shqipe është kë, gjinisë mashkullore, që kë zjarri a është hak? Hak o fjala e vërtetë as është? A hak asa? O ju njerëz? Apo për i duket andër? Apo hala vazhdoni të mendoni se këtu janë pralla, këtu janë dogma, këtu janë shethane? Si kur i thënë të juve profetin botën tjetër: "O, ju njerëz, puna e mirë do të shpërblehet, puna e keqe do të ndëshkohet, imani ka shpërblim, kufri ka ndëshkim, qysh është ekziston kjo botë, do të vijë edhe bota tjetër, o ju njerëz, dhe atje xhenet, dhe atje xhehenam." Jo me lloj dyshimesh, e shakash, e talljesh, i mohanit ato. Tani, kur për shihni me sytë juaj, dhe veç për futni dhe futet në to, a i një anë rajgënër, a është hak që ta është xhehenami? A hak ose hak? Kalu bela o rabbina, thanë po pasha madhnin tane, po pasha zotin tonë, po bojnë be. Për me vërtetu bindjen e tyre, se një me ka kanë hak xhehenami, ka kanë pas ka qenë hak dita gjykimit, pas ka qenë hak kërcënimi, ndëshkimi, po dhe shpërblimi në anën tjetër, dhe llogaridhënia në përgjithësi. Qalu bela o rabbina, po pasha madhnin tane, hakko ka xhehenami. Që ka me thonë tjetër ta të mirë, e të mirë ta të mirë, e 1 milion herë të mirë ta të mirë, për shpirtin e vetë. La ilaha illallah. Qala fadhuqul adhabe bima kuntum takfurun, dhe u thuhet atyre shijajeni dënimin. Shijajeni dënimin gjehnamin bima kuntum takfurun, për shkak se rezultat i kufrit të juaj, e mohimit të juaj, ju e mohani të ringjallje. Ju tallshit me ata pejgambere, pasus të pejgamberve, kur ju thonin juve: "O, ju njerëz, qysh kemi arë këtë dynja pa qenë fare, do të vijë dita kur dalën para të madhit Allah." Ju tallshit me ajetet koranore. E tash ka mja majt, përfëndoj dënjaja, shkuan të mirat, pasuria, knatësia, kësaj dënjaje, poste, pozite, krejt, shkuan. Asë gjë nuk met. La ilaha illallah, por meten gjunahet e këtyne. Sikur se lodhja, mundje, sakrifica, hargjimje, shpenzimje, durimje, falenderimje, e tjere që i kanë bërë muslimanët, nuk e kanë pas lehtë, por edhe ato krejt, ato përfunduan,
Dhe njeri bashkë me të shkoj e përfundoi, por mbeti sevapi shpërblimi. Mbeti shpërblimi. E juve ju besimtarë, ju mbeti kufri, e pasojat e kufrit janë xhehenami. Fadhuqul adhabe bima kuntum takfurun, për kufrin e juve. Pra, a ju bëri Zoti zullum? Jo, Zoti jon. Keni bë kufër, e keni xhehenamin. Ata kanë besuar, kanë sill iman, e kanë xhenetin. Ju keni vepru keq, se keni pasur dert, kur a mirë, a keq, a bardh, a zi, krej që u a ka kujt, që u ka ardhën kuti, që u a ka keni pas vullnet të dëshirë tjere keni shfryepshet e juaja në maksimum, se mas pak të keni pas dert, a është razi i knaqur Zoti me veprimet e juaja aja. Përderisa këta të tjerët, këta s'ma të voglin veprim se kanë ba, beqit në peshojet fesë, a pajton, as pajton shariat. A është i knaqur Allahu, a nuk është i knaqur Allah. Dhe si rezultat i iman dhe ameleve tyne, e ja ku janë. E ju si rezultat i kufrit dhe veprave të kufrit, ja ta shfot në xhenem. Ku o zullumi këtu? Kjo është drejtësi e përkryer e të madhit Allah te bareke ve taala. Përfundoj çështja tyne.